Dua t'ju informoj që më 4 maj, viti 2026 para pak ditësh, doli në natyrë një nga portalet më prestigjioze dhe nga revistat më të rëndësishme në botë, një studim i fundit për sa i përket ADN-s dhe origjinës së popullit shqiptar, dhe ka rezultuar dhe rezulton autokton. Mes këtyre studiuesve ka edhe nga Greqia, ka studiues edhe nga Italia, ka studiues nga Australia, nga Spanja e tjerë. Dhe që të gjithë këta së bashku e kanë vërtetuar në mënyrë shkencore autoktonin e popullit shqiptar. Mirë po, me sa duket, disa të huaj dolën më vonë, pra dje, dhe deklarojnë që kjo nuk është e vërtet, kur ky është një studim i mirëfillt i bërë nga studiuesit më prestigjioz. Bile tregohet që mes këtyre që kanë dëshmuar këtë anomali ka edhe shqiptar. E dëgjuat mirë. Disa shqiptar dëshmojnë që nuk është